Dua Lipa mahnit publikun në Madrid, ndërsa interpreton një këngë të Enrique Iglesias në spanjisht. Dua Lipa kishte një surprizë të veçantë për fansat në Spanjë gjatë shfaqjes së saj në Movistar Arena Madrid, ku nisi pjesën e turneut të saj botëror Radical Optimism të dielën 11 maj. Mbretëresha britanike e muzikës pop bëri një interpretim të mrekullueshëm të hitit të vitit 2001 të Enrique Iglesias, Hero, duke kënduar tërësisht në spanjisht. Turma brohoriti dhe duartrokiti gjestin e këndshëm të interpretimit të një këngë nga një yll spanjoll në gjuhën e tyre, të cilit ajo ju përgjigj faleminderit shumë, duke i buzëqeshur turmës. Iglesias e publikoi këngën në vitin 2001, në kulmin e shpërthimit të muzikës latine, në anglisht dhe spanjisht. Ishte pjesë e albumit të tij Escape. Versioni në anglisht i këngës arriti kulmin në vendin e tretë në Billboard Hot 100 dhe qëndroi gjithsej 34 javë në tabelë. Ndërkohë versioni spanjoll, Heroe, arriti kulmin në vendin e parë në Hot Latin Songs për një javë. Nuk është hera e parë që Dua ka treguar aftësitë e saj në të folurit në spanjisht. Vitin e kaluar, ajo realizoi tërësisht në spanjisht një hapje me fjalë të folura për remiksin e këngës Talk Talk të Charlies dhe Troye Sivan, ku thot: "Hay una fiesta en mi casa, vengan. Será muy divertido", ose "Do të ketë një fest në shtëpinë time, e jani. Do të jetë argëtuese kur përkthehet në shqip." Këngëtarja e Levitating do të jap një shfaqje të dytë me bileta të shitura në Madrid, përpara se të shkojë në Francë për 2 shfaqje në Lyon më 15 dhe 16 maj. Ajo do të kthehet në Prishtinë, Kosovë, nga ku rrjet prejardhja e familjes së saj. Këtë verë për të qenë kryesuese e festivalit të saj Sunu Hill më një gush. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.